Selam aleikum, a është haram kur merr pjesë në llogaritë e marketit për shkak të blerjeve që ke bërë? Aleikum selam. Ajo çysh e ke boti pyetjen nuk është haram. Domethënë kushtohet që ti me shku me ble në market, normal ke shku me ble për vete, për shtëpi, edhe në fund ata japin një kupon e shkruan aty numrin e telefonit, emrin mbi emrin, pastaj ata e bëjnë një përzgjedhje në fund, i sjellin ato letrat edhe kapin një, çaj që fiton, elhamdulillah. Kjo lejohet nëse ti domethënë nuk jep parë. Po nëse të ke dhënë parë, atë konsiderohet llotari. Llotaria që ti shkon jep parë, japin 1000 veta parë, edhe në fund njëri fiton, kjo është haram. Por nëse ti nuk ke dhënë parë, ti ke shku me ble ushqime. Edhe pastaj ai pronari i marketit don me i respektu mishtëritë vet, prej në 3 muaj kush ka ble aty, edhe që kanë vendos emrat e tyre në ato letra, pasaj në fund ai preq atyne, e zgjedh njënin, nuk është haram. Pra ti nuk e dhon parë ekstra, po ashtu ai pronari është ju pagu me parët e veta, tu e pagu qatë dhuratën, e jo me shtimin e kostës, domethënë me thonë ty blen 100 euro, po kimi dhon 102 euro për me hyn loj, 2 euro domethënë shtojc, ose me thonë ti kimi ble kuponin 5 euro për me mujt me kandidu në loj. Kjo është haram. A nëse ai ti ke ble 100 euro, edhe kujzohet me ble për shkak 100 euro më lart, për shkak që me mrrijat kuotën ose kostën që mu arsyetu e loja. Jo me shku njerëz me ble ka 3 euro, 5 euro mi bon 100 bileta që me thonë mos mbjerë njëna mbjen tjetra. Kjo është, domethënë këto janë pikat ku ndalohet kjo lloj loje, po e quaj kështu. Pra thjesht pronari i marketit me fondin e vet, me dëshirën e vet, don me i shpërbly, me i nderu mishtëritë e vet, edhe ju jep diçka një shumë caktuar ose ju jep një makinë. Kjo është e lejuar siç bëjnë domethënë këto marketet e mëdha. Po besoj në Kosovë, po edhe në vende të tjera të rajonit e tjerë, kur ti shkon normal blen, edhe pastaj përzgjidhet njëri fitues. Kjo është e lejuar.